Cili ishte sekreti juaj që përshpejtuat kaq shumë? Atëherë, përveç të zakonshmes që lidhet me punën e madhe, do të shtoja edhe se shpejtësia lidhet me dy faktorë kryesor. Nga njëra anë, gjatë atyre çfarë unë i quaj vitet e poshtërimit, ato vite ku Komisioni i Bashkimit Evropian rekomandonte Këshillin që të çelte bisedimet për anëtarësi me Shqipërinë dhe ne refuzoheshim nga disa vende, ne me kokë fortësi përgatiteshim për momentin e çeljes dhe u stërvitëm në mënyrën më të fortë të mundshme me të gjithë ekipin, duke i thënë vetes, momenti ynë për të treguar se kush jemi në të vërtet do të vijë dhe për atë moment na duhet të jemi gati.